E tani erdhi koha e këndit të lajmeve dhe skandaleve. E me neve, si gjithmonë, është gazetari i showbizit Artan Telaku. Faleminderit Elit. Me qenë se sot është emisioni fundit, kemi shumë të ftuar, edhe store që ka me përmbyll ndoshta mirë Elite Newsën për këtë sezon të parë. A ka me të mungu spektakli deri në shtator? Normal që ka më mungu mu, e ty edhe po besoj shikues dhe mas shumë të, si keni si mysafir interesant dhe të syre 10 epizodave të parë. Je ma rahat, s'ki më marrë shumë me lajme. A mirë është me lajme edhe gjatë kohës pushimit? Kemi më marrë me lajme që në shtator më këthy hala ma mirë. Okej, po ta lojmë këndin tënë, edhe lajmet të tua dhe skandalet, na po vazhdojmë edhe të ndjekim kënë i mysafir dhe çka ki përgadit për sot. Faleminderit shumë Elit. Mysafirja e parë në Elite News të epizodin e fundit të sezonit parë është një këngëtare që sa herë del bambuj, edhe po besoj që edhe sot ka bërë shumë lajme për portal që vi që janë gati mi shkrujt, me musa dhe Shkenda Dubova. Shkend mi se erdhe. Faleminderit shumë, mirë se pju gjej. Për dalëm për ketë që ai kum pas, kemi folë për këngën e fundit, të folë, Shkenda o bot 8 muaj që s'ka qitë këngë, kur ki me qitë më këngën? E di që ketë kanë lodhë me këtë pyetje, por kur ka me dalë? Që problemi është që hala kërkush s'ma ka bo këtë pyetje, s'm ka lodhë kërkush, ku që në regull jena. Muna me folë, me tregu, okej. Unë jam bo si politikant. Po ja premtime. Se mas jo shkoa e zgjedhje, po ja premtime dhe s'po i mbaj. Kush në kom pas me lansu një këngë janar, e kom shty për prill. Kur ka ardhur prilli, e kom shty për mas Ramazanit. Kur tash është koha mas Ramazanit, s'pa mëj me bëhast. Kështu që, inshallah e bëjnë shtator. Nuk ka nej arsye me thonë që kjo është arsyeja, se nuk ka diçka. Kështu që partia jam është kjo. Vetëm premtoj, ne? Vetëm premtoj. Ama edhe pse nuk i qitë këngë që 8 muaj ti me mu, po vazhdo mungu edhe statistikat janë prap të mira. Po, tash është ama mirë me qitë një këngë ma rallë e të mirë. Sa me qitë shpesh e pa lidhje. Kështu që mirë që kënga është ngu, është shku mirë, që është më rëndi. Halo e manë në Shkendën, ti me mu. Ti ka bo edhe miliona klikime, kështu që... Mirë ka jetë, mirë, mashallah. Kjo po bën, edhe prap lajme është të kriju, edhe kështu po, apo menon tash, ti me mu ki ndryshu Shkendë, pik projekteve ma herë, edhe ki diskutu këtë pjesë. Te projekte që do me bo tash, ki pas ko me menu, a ka me qenë si ti me mu, a ka me qenë ndryshe? Po, tash kënga ti me mu ka qenë ma, më thonë ka qenë ma ndryshe, ka qenë Shkenda. Kështu që na me bo me nej krejt artista gjithmon njejt, atëherës besoj që është mirë. Për një artist nuk është mirë. Kështu që të kënga tjetër ka më konë krejt ndryshe prej kësajna, edhe klipe dhe kënga. A ka më konë desh, a ka më konë vesh, atë nuk e dim. Hala se... Aja kënë vare për disponimit. Qështë ta kem disponimin. Të dy rrasë... Mu konë koha në zetë, dhe shtator, deshëm. Do me thonë, Shkenda gati mu desh, inshallah nuk vish nuk bjeshi. Po, inshallah s'bjeshi se lagmi. Okej, Shkend, ti ki ndryshu shumë për fillimit. Sa o konë ata këtë mirën tonë, këtë ndryshimit, qoftë ata për këtë fillimit kërja ki njës me baljadat edhe me këngë tjera ritmike? Po, ndryshimi është gjithmoni mirë edhe unë e kom, nështë edhe e kom lyp vetën të cili zhandër jam. Mësë harë se ka njëherë edhe ti kur e bën një këngë, unë e po nisna prej këngës të em ditindja që halon dë gjota e këngë, edhe kur ta knoj atë këngë, knaqna. Dhëmë, kur të kthejna nështë ta me ngu një këngë tjetër, që së më ka pëlqy, nuk më pëlqen. Që kom bo shumë ndryshime kom bo gjatë karierës. Po, gjithë ndryshimet kanë qenë të mira. Cëla që e këngë që nuk pëlqen, që i kështë fshina është për YouTube-it? S'kam nëj këngë që, se unë jam e bukur, s'kam nëj me fshina prej YouTube-it. Me thonë, kënga që e kom prit me shumë qef edhe që nuk më ka pëlqy, edhe që mas shumë të i kom dhonë zërë, vedin në atë këngë, u konë kënga Bad Gal. është shumë interesant, që e këngë, se disë... Ama si këngë ka jetë, publiku e ka prit mirë, ka prit mirë, kejnë regull, po kur e kom pa në vetën, mas ju finalizu njerë, mu do ke mirë, kështë e kom bo nomin, kur e kom pa vetën, në me thonë, së më ka hi e mu me dalë shumë rrëd, shumë rëndë, me thonë, nuk e kom pa që kjo, nuk aji stili këngës, ose i klipit nuk shkëm për mua. Me gjitha e ka shumë investim ma, ka balerina të mira,
ka ushtrime me javë tëra e krejt senet janë nivel, se unë edhe detajnë më të voglin në shikojnë klip. Po, qaja së më ka pëlqy. Ama ma e knaqë jemi ti me mu që ka dojnë me një herë mas asajna, edhe me pak skena muna me thonë. Ti me mu i ka 2 skena, hajgare, po ka dollë shumë e mirë. Kërë që të kanga ti me mu jam, normalisht jam ma e knaqër, se është stili jam, nështë edhe e të këndumit. Publiku është mësume ty me që të nështë kongëra, për shkak se ti i bon kurios edhe nuk del koncerte. Ti koncerte i mon dikon tjetër, që ki të regua dhe ma herët. Po, a din që është kjo puna e koncerteve? Shuqur për zoti që se kam kangën për buk. E tash shuqur që e kam biznesin tem edhe nuk jam e mbarë prej kangës. Shuqur që, me thonë drejten, unë nuk është që së shkaj në koncerte. Shkaj ka njëherë, kur të me tek me kanë, dhe me bohën mu tek. Shkaj me mu tek, nuk shkaj. Po, nashta koncertet jashtë ma shumë kam qef një majtë, se të në për Kosovë, në për Sidis, jam ndryshe pak, dhe nuk me është shumë mirë kur punan, se është shumë mirë kur e bën një kangë dhe shkon koncert, se po shpërblet. Po kur e bën edhe kangën për qef, s'ka lidhja, tu shpërblyja, tu shpërblyja, në vëmë qefin. Pas që kongë si ka bën shpesh, edhe postime në rrjetet sociale që tash e keni smirallu. Shumë. Pse? Nuk e di, edhe tamon eca shumë mirë me ndjeksa. Ka një periudhë që është nështone, me ndoj pak nështë ma ndryshe, pse është periuda. Unë e para viti 3 e kom bo shumë një investim madh të puna jeme. Për me ba feedbackun do të me punu 10 herë për me mri ato. Me thonë drejten, tash ku me gjithë kohën me shku, me nëzij bona për fotot për punën, për qenën e dopsime, tash ku me gjithë në kohën me bo edhe kështu fotogjana. Me vetën o Spanin, fix që një 3-4 muaj në njës me bo një photoshoot, po nuk jemi kërka. Kështu që se di pse s'pa postoj. Postimi i fundit që është me Rezarta Shkurtën, edhe... Edhe ato e ka bo Rezarta, shuqër që ka bo ajo, që do me thonë që e nëzërëm diqka. Po, që ka më bojnë përshtypje është që bashkë pas 11 vjetë, kur keni marrë pjesë Miss Albania, qau? Po, shumë interesant të kom me Rezarta, se prej Miss Albanias kur mës jemi pa. Po, kemi nej dikon 2 muaj bashkë. Edhe gjatë gjithë kohës, dhe me thonë, shështrinë e kom pas vesh me Rezartën, edhe Suada Sherifin, se aty të zakonisht, kur je re dash klane. Edhe ma kur se kom pa. Po, mas 11 vjetëve, po, është shumë, ka qenë shumë nostalgji, se mas 11 vjetëve njëjtat muhabete e kemi pas. Do me thonë njëjtin, kur e kanë thirë Rezartin telefoni, ka thonë, a do me ardhë me shkëndën, sa ajo shkëndën tirë, a do me ardhë me dikën, ka thonë, për zoti, ka thonë, që ma shkëndën e djenë me më. Se ishme të shku me ditë lidhje. Edhe ajo, jëmë dje shumë mirë, kom najtë me ta, qaja Rezart. Unë për vete se kom ditë edhe publiku pak për këtë din që të kema pjesë në mes. Miss Albania, kërëm ko shumë e vogël, 16 vjetë kom pas. Që shka shkuna ta eksperiencë? Ajo eksperiencë u konë shumë e mirë. Në konë, kur na kena marrë pjesë, u konë më ndryshe. Më thonë, e ka pas nivelin e vetë, e ka pas respektin e vetë. Më thonë, gjithë shka u konë shumë okej. Së më thonë tash që sështë, po sështë, apëdin, nuk është, se ka nivel mise krejt. Kështu që, kur të kish 15 vjetë, 16 vjetë, me nënë veç qysh mu bo modele, qysh mu bo mes, edhe unë e kom njek ato, më ka pëlqy, e kom njek, kom marrë qmem, besa, mes bus qeshja. Se pa kam në badi hava, në pak të shkendë. Edhe jam të vdeqe, kështu që, ja, mirë o konë. Në pak, për këtë eksperiencë nuk i folë ma herët, sa e dion, jo pak të natë shumë? Jo, s'kom folë edhe shumë, më thonë se nuk e kom pa diçkat nevojshme me të regu që sikur të shakon Miss Albania ose Miss Kosova ose diçka. Unë edhe Miss Kosova kom marrë pjesë. Që shkenda pas ka dhe kurora misi? Jo, kurora s'kam. A do me marrë pjesë tash, ani për kurorë? Jo, se. Edhe, kështu që, kjo është. Në Instagram nuk je shumë aktive, po ma aktive këmina më thonë pjesë së jenë Snapchat. Po që këmina me prejtë Snapchat, është që shumë a shumë të republikon edhe partnerin. Ta është marujt zoti, në qatë partneri kam, tjetër s'kam. Po, ne gjatë gjithë kohë si nga bashkë, kurtojmë shumë bashkë edhe normal që... Unë kemi bërë një pushim do këtë arë bashkë? Po, kem bashkë pusheve, bërëm një foto. Tani pak e bërëm një foto pak ma provokative, ma bëjke me men s'ko. Do me bënë që... Po, me rëndësirë që na kalojmë shumë mirë me zveti dhe kemi
harmoninë, kështu që kur është harmonia është më ndryshe. Shpesh herë, edhe labja ka gjithë vetën, pjesë në shtatë media, si shtypi që kanë. Sa pi pengon ato, të njoft labin është pak ma i tërheqën për kësaj Është i botë. marrueshëm labi se jo. Jo, është shumë okej me të. Më thonë, ai veç mos me qitë në televizor me folë, se m'ja bo një pyetje, ka që m'jafton të ai. Se për ndryshe se ka problem. Më kujtohet një moment kur këtë janë kurios me ditë kush është i dashur i shkendës, e shkenda në çdo klip e ka pas shkrujtën edhe kërkush se ka menu në ashta që është ai. Më thonë, ajo konë shumë interesant. Më thonë, në çdo klip, se më thonë, klipet cilat, më thonë, i kemi bo bashkë, dhe producent ekzekutiv ka qenë ai. Kështu që unë gjithmonë e kom qitë ashtë se s'ken një men me këshyrat, unë s'ju kom faj. Edhe ki falenderu çdo intervjist. Çdo intervjist e po ashtu është. Okej, tash ka ndryshu se tash penjojmë këtë labin. Po. A ka ndryshu në ata stenta në raport me juve, qoftë në të ndajmë publik, a i keni reduktu, a i keni shtu, cilat që po shkon në është? Nuk e kena këtë problemën, më thonë, si dollëm, si nuk dollëm, më thonë, sështë që e njëm vetën qaq VIP, që atë dole, s'dolla, dhe jena të reqër pak prej kësa i gjoje. Ka njerë, kur nuk qes kongë shumë gjatë, është shumë interesant me mu, tash kur t'ullë na dikon që jem shumë palidje, atë veshën se diçka, që shkenda, harroj që kom bona e konga, dhe më thonë, është kjo dhe kjo shumë interesant, ka njerë. Jam bo 11 vjetë, të vërnis për miset, ku e bo pjesë e medias. Qa kështë ndryshu në ashtë shkenti, këtë rukëtimin tënë? Qa kështë e bo ndryshe? Qka me ndryshu? Për qdo u them që jem konë si për me, si për modele, se në kom qenë edhe në Turqi, kom marrë pjesë edhe atje. Dhënë, s'kisha muj diçka me, atëherë ka qenë andër me shku një femër jashtë me përfatsu Kosovë nëse diçka. Kështu që s'kisha dash kur gjë me ndru. Më thonë, nuk e di që diçka... Në pjesë muzikore? Pjesë muzikore, kisha dash vesh një gjallë që t'isha mirë ma shumë me këtë punë. Dhe mos t'kisha pritu, edhe mos... Sikur t'i kisha nejt gati, nashta kishet, halë ma mirë sa që është. Po une kur du e bëj lu, kur du se bëj. Edhe me thonë, edhe ajo, së shkur gjë, se treja jena halë. Ta është në shtator, ti kime qitë kongën e re, po pritet. Një tjetë e premtim. Ma që saj, a kime në atë se këtë do të më konë salja, sa e dio, në është salja? Heq bës për t'kallëzaj. Unë e di që është salja. Po, heq për t'kallëzaj. Bashkëpunim, kur ka me pasë, është ti me mu, bad girl. Tash ta të regoj punë e bashkëpunimet. E bënëm një bashkëpunim, s'po të regoj me kënë. Edhe u bë kanga. Mu më duhen, dush me mbo shumë qka, do më thonë me ma të pru. Më duhet veç që kaq, me thonë, ec. Me thonë qka që më duhet. Shku që u bë kanga nëjse mirë bëllë, po ato, do më thonë, fillun ato kiri efektet, jo të që kjo studio, jo pse bërëm të që kjo studio, jo të që kjo studio, jo që të me ingjizu, jo ashtu. Ashtë le ketë këtë punë, se s'mira ma më këtë punë, blog, delete, kontakt. Me thonë, se s'kisha nerva ma. Tash na më mirë me studio, a më mirë me punë të mija që i kam. Po jo, shkenë qysh në ty të kam shohë që na e bënëm na, heq brez për du. Do më thonë anullohe bashkëpunime. E kom anullu bashkëpunime. Apo menon të ne bashkëpunim tjeta me qëtoj kry punë me bashkëpunime? Ja, ta kom kry prejt, e ka fshi, po tash ta shumë. Nuk e di se me konë se di. Me thonë, halos, se kom mendu, se jam të menu për muzikë. Nuk di pse se jam të menu për muzikë, është shumë që di me mu. Knashna kur ta bëj një kam, një klip, heq. Qa ka ndohë? Se me di që me siguri kishë mesare që shkujnë shkem një kongë, shkem një shkem. A besan që ka njerë kur të më tojnë shkem presëm shumë për te e bënë në i kongë, e qona, dhe kishe për bëj nomen e po shkojnë studio, a pet e lo. Më thonë, ajo është edhe, a po mësë më kanë marë mësysh. Dur me shku me këqyën, ata si dijet. Në ata qëto ku del konga e rej, prej qasajnë, në ata aktivizohet ma shumë. Po, kam duhet mu aktivizohet që të qysh. I bje ma shumë se një vjetë më të me dojnë kongë, që dejta duhet po 2 kongë ati. Po, dejta është 2 kongë, mos më thuj bre ma. Po, vështira me bo muzikë. Po, edhe një tjetër ka qenë, se për shamë edhe konga mu ka bënu. Më thonë, edhe e ka qenë një gjatë që mu në ashta ka... Më thonë, ta më në kom pritë, ashtë edhe më ka ullë diqysh në të thërë, edhe më ka ullë atë disponimin e kongës, pëse hajtë për nisëm janar, u bom prill, jo s'u bom prill. Dhe me thonë, edhe ajo pak u konën që më lodhe diqysh, e thashe, diçka le krejt zbëj kongën e verës. Pa e vera do të me dalë, me shku në për det, na gjana më që me bë kongës. Ku kime shku në deti verës? A ki bon e plan? Unë e ku të më shkoj. Unë e kur në vikend që jam këtu. Si të bot, e premte, e shtune, e djele, unë nuk rikë në Kosovë.
A ki bona plan është për me ikë ma largë? Për ma largë, dhe me thonë, vetë në fund gushti. Dhe thonë, qëfë se bëj fund gushti me bona i pushem, dhe thonë, për ma largë, na i Tajland, na i Maldive, na i qësi. Me nejtë ma gjatë, që du nga të dikun. Adin ma gjatë, dhe me thonë, që aty komendu më shku. Kjo është emisioni fundet, e na kena më këthy pram shtator. E në shtator, po besoj ku t'ja nisim, ja nisim me ty dhe me kongën tonë. E në saj, kalë të më datën. Datën, na folim pram fillimi shtatore, na që atër kremi të që... U krym. Me klepe me të qka. Se qele emisionin, po ardhë në këtë. I shohat me krym kongën, e litëshohet gjithë më në qelë. Me kismet, po, kështu që unë e para, për përgëzoj Elitën, për këtë emision, për përgëzoj ty, që kam shumë shok të mirë edhe du shumë. Shumë falemderit. Pëse portale ju lutem se bëni live që duar toni shumë. Edhe unë gjithmonë një knartësi ku të vite Elita, nuk është hera e parë që vi, ka shumë herë që vite Elita. E respektoj shumë si femër, më pëlqen shumë si femër, edhe veç që uroj sukseset më të tjeshme. Kështu që, mirë për dhe një gjadët me ditë Elita që e ka një krat djatë si ka ty, do të masit po përmbyllët emisione, jo du të me tregu që e ki një kratë të djatë që e lumja ti për veti. Kështu që besë që ma shumë s'kemi qa me dhe deklaratën atë mdoja, kështu që për tojë për besë kam i qitën, që shumë falemderit edhe ke knarëcime për mbyllë, intervista e parë bashkë dhe pëtënimi moti. Po. Shumë falemderit. Kusë është vonë. Falemderit. Jemi rikry sëresh në Elite News të Elite Show, që përmenë më hajtë jemi në epizodin e fund të këti sezonit, dhe mu tash është Korap Shaqire. Falemderit Korap që ke ardhë me neve, pas një kohë pa udhë, mune me thoi përre muzikore. Falemderit shumë, falemderit për ftesën, edhe unë kam knatësi në vinë në emisionin tuj, që me knatësi është gjithmonë dhe vetë. Kështu që, shoj përket prurjeve, po, kam pas pak, si me thonë, ndales në aspektin sjelleve, po kam një marrë me punë të shkollimit, doktoratës, kështu që kjo më kalon pak mrapa nështë me prurjet e reja. Para të në fund të konga që ka dalë me bimin, për në e patë që puna e shkollë, doktoratët, që shkanë shku në ta, a i ki përfundu krejt? Jo, është përfundu viti i dyti doktoratës, unë jam në Shkup në Universitetin Shtetëror Kirili dhe Metodi në Shkup. Jam në vitin e dytë, më kam përfundu vitin e dytë të doktoratës, jam në kompozicion, jam të një profesor shumë me renome atje, Stojan Stojkov, edhe studioj kompozicionin, dhe kanë shku mirë, provimet si teorike ashtu dhe praktike kam përfundu, tash më kam betë vetëm dhe provimi final, edhe një para provim që është teorik, dhe me thonë ne kemi më shumë punë praktike, kështu që ajo kryesori finali për atë që po përgatitëm që 2 vite e kam vitin tjetër. Ta të me thonë ki ma shumë komi u marë muzikë, sa me stilë në ta produksionet të reja muzikore. Si kanë këtarë? Sidomos po, tash po, sepse unë jam duke shkruajt, kam shkruajt faktikisht, sa i përket muzikës profesionale, kam shkruajt një kuartet, i cili më shkruajt në Dan Festival në Prishtinë, Festivali Muzikës Klasike, gjithashtu edhe në Rej Muzika më shkruajt edhe një vepër tjetër, i cila është Loja Qikave, ose po Shkon Qika, tash sfundi, gjithashtu më shkruajt edhe në Durrës. Jam duke përgatit një koncert për piano dhe orkester, të cilin ajo më ka marrë mas shumë piko. Kam përfundu ato bazat, bazamentin e saj, edhe tash më duhet vetëm hedhja notave. Kështu që pjesa kryesore, logjika, skenari, libreti, është shkrujt, ideja dhe pjesa tjetër, dhe vetëm pjesë të notave, mesin në asi. Ideja është kryesorja dhe gjetja, se tjerat notat nuk janë problem. Pra se më këthyte, me shkute me foj për studio në kryime që i bëndi, për najmë të konga e fundit, që të dhe arsye në të kryesore që sot di me neve, Gjam me Bim Bimën. Një projekt në ta nuk e kështë menu, Korap Shaqire me Bim Bimën duet. Gjithë po thojnë kështu, po e bukra e saj është që arti i lejon këtë gjona. Arti është, sidomos muzika, që është pjesë e artit, është arti më i paprekshëm, kështu që edhe për këtë arsye të ne ndikojnë edhe gjërat që ndonjëherë edhe nështë s'kemi ose jemi para përgatitur për to, mirë po ndikon, muzika është asi lloj, kështu që për këtë arsye edhe prurja jonë është interesante, është e re, edhe është diçka ndoshta e pa, nuk e kam prit njerëz. Ideja këngës titullohet Gjam,
është vajtimi për një njeri që e dën shumë. Si histori ka flitet që është nga kuha Skënderbeut, bëhet në pjesën veriore të Shqipërisë, por ne e kemi trajtuar si kur gjam për kohën që po jetojmë. Ju dini shumë mirë që shumë tri kanë ikë jashtë Kosovës. Edhe disa prej tyre kanë qenë edhe shokët mi që unë jam rrit me ta. Kështu që është plus jeta në Kosovë është si është, me problemet shumëta, me telashe të cilat nuk po i zgjidhim dot. Kështu që për këtë kemi zgjedhur që të krijojmë një këngë e cila prek çështjet sociale, sepse unë besoj që muzika ka nevojë për një kësaj lloj këngë, ka nevojë për një kësaj lloj dueti të papritshëm, edhe në njëjtën kohë ka nevojë për një përurje të re në aspektin e përdorimit të folk muzikës me dubstep dhe me hip hop. Domethënë nuk ka ndodhur deri tash, kjo është një diçka që më e rëndësishme është lidhja ndërmjet tyre se si kemi realizuar. Unë bimin e falenderoj shumë sepse ka qenë është një person dhe një reper shumë bashkëpunues, edhe asnjëherë nuk priton. Kështu që na ka shku në mënyrën më të mirë për arsye sepse kemi qenë dytë me vullnet mirë edhe diçka ka ecë mirë, si nga ekipa e xhirimeve ashtu edhe nga pjesa stafit tjerë, të cilët duhet t'i falenderoj shumë. Sa keni reflektuar ashtu edhe fabulën e këngës edhe videoklip? Te klipet e mia në përgjithësi, unë jam mundu që tekstin ta zbuloj nëpërmjet videos. Kështu që edhe te ky klip, po sidomos te ky, është bukfalisht ndoshta e treguar ajo që thuhet në këngë, ose që thuhet në tekst. Për arsye se flitet për diversitetin fetar, flitet për diversitetin gjinor, flitet për diversitetin e moshës, 13 vjetër, dhe flitet për diversitetin e zonave, edhe dallimin e zonave. Pse unë jam prej këtij vendi dhe ti je prej atij vendi, domethënë konfliktet që ndodhin te ne në Kosovë dhe në Shqiptari në përgjithësi, bajraktarizmi jonë që se ka kërkush tjetër përveç neve, më duket, ose në Ballkanin përgjithësi ndoshta, më ka shtyr që unë ta kem një ide rreth këtij titulli sidomos, por edhe rreth këngës. The që ka shkuar çdo sen mirë, a ka pas në vështirësinë sa për komplet realizimin e projektit? Po, ka pas vështirësi. Vështirësia kryesore ka qenë moti. 2 herë në kanë dështuar xhirimet, sepse i gjithë klipi është i realizuar jashtë në ambient hapur dhe efekti i pluhurit që del nga tokat, që është natyral, domethënë na ka ndihmuar Zoti e tij qofshin fal që të vija i pluhur në atë moment kur na ka dashur, po për ta zënë njëtin pluhur, është dashur të presim disa ditë që terret prapë ai vend të xhirohen prapë, sepse ai vend është me balë komplet. Klipi është xhiruar jashtë Prishtinës dhe ajo na ka penguar, domethënë vetëm problem ka qenë shiu. Ku janë bashkëpunëtorët e komplet? Muzikë, po besoj geshki vet, po flasim edhe në videon edhe komplet projektin. Në tekst jemi unë dhe Bimbima, në muzikë si zakonisht që i krijoj këngët jam unë me disa bashkëpunëtorë të cilët më kanë ndihmuar, është kori i djemve të Atakës, është mjeshtri i madh i Qiftelis Fatmir Makolli, në njëjtën kohë është mjeshtri i madh Shaqir Hoti, dhe ekipa ime studios, Learti, Mërgimi, cilët punojmë çdo herë bashkë. Kurse sa i përket pjesës videos është Thri Kreativ, një djalë i ri, adëtari, i cili na ka befasu ndoshta me ato që ne si kemi pritë hiç dhe i ka realizuar. Në njëjtën kohë balerinët, valltarët, në njëjtën kohë Salloni Angel, Advani dhe mos ndoshta po i harroj se ka shumë. Një ekip i madh. Një ekip i madh sepse edhe projekti është i madh, domethënë. Kemi qenë 100% fokusuar të, kështu që për këtë arsye na ka dashur edhe ekipa e madhe. Çka mas kësaj? A ki menu në është apo pra pauzë? Absolutisht jo pauzë, sepse nganjëherë unë mendoj që duhet bëj artisti edhe secili profesion pauzë, sepse duhet ta mendoj veten edhe ta shoh që mos ka nevojë për ndonjë ndryshim.
unë e kam pa vetën që unë asnjëherë nuk pendohem nga ajo që e kam bërë dje, kështu që sepse e kam bërë me mendimin më të mirë, edhe e kam bërë me shpirt, kështu që nuk i bie peshmon asnjëherë, kështu që gjithmonë jam i mendimit se çdo gjë që bëhet me shpirt dhe që bëhet me mendje të mirë, atëherë edhe jeton gjatë. Unë përveç kësaj me pjekurinë artistike dhe me pjekurinë e moshës, e shoh që ka nevojë njeriu ta fitojë edhe lavdinë e vet. Kështu që mendoj që duhet krijoj diçka, po gjithmonë duke u bazuar te folku, sepse po e përdorim shumë pak. Unë i shoh shumë popull në botë që u njihet muzika. Shqiptarët janë një popull i vogël, por muzika e tyre nuk njihet shumë. Kështu që mendoj që duhet marrim nga folklori dhe të krijojmë muzikë të re për saj. Kemi mundësi. Do të thonë, projekti i radhës të Korabit ka pas elemente të folkut. Projekti i radhës është shpejt, do të jetë verës prap, një projekt tjetër, shumë interesant. Në njëjtën kohë do të jetë edhe një duet tjetër me një reper tjetër shumë të famshëm të Kosovës, që jeton jashtë. Do të jetë edhe ajo i papritur. Do të jetë. A fezbulojna emrin pa masi është i papritur. Unë me kolegë takohem ditë për ditë dhe flas me të gjithë, flas normalisht, siç takohemi edhe bashkë edhe. Kështu që deri në momentin kur nuk duhet të jem jo koherent në ato se çka janë, akoma nuk është e përfunduar total. Gjithçka është marrëveshje, është e bëme, gjithçka tjetër, mirë po nuk është i realizuar në total projekti. Mendimet, idetë gjitha janë dhënë, kënga është bërë, por vetëm duhet finalizohet gjithçka që pastaj të flasim dhe të jemi në rregull me vetveten më parë. Pastaj është edhe një këngë e cila do të jetë mbas shtatorit, që është një këngë shumë e bukur, dhe një duet që unë e pres me shumë dëshirë dhe pres me qefin më të madh, do të jetë me një këngëtar të madh muzikës shqiptare në shkurt të vitit tash. Ai bjen kjo më kanë me babin. Njëri që ta është qefi më të madh e kret, po besoj. Faleminderit për respektin dhe për fjalët, është shumë e vërtetë çka po thu, po t'ja lejmë kohë si shumë. Domethënë nuk mohohet si mundësi që në shkurt ose një këngë me babin. Nuk ka mundësi, inshallah jemi gjallë shnosh, se nuk ka mundësi pa u bëni dërë me babin, absolutisht. A keni folën, a keni venuar, çka mundi me kënu bashkë, ose cila është tema? Ne kemi realizuar disa këngë bashkë. Këngë të cilat janë realizuar, janë të përfunduara, mund të jenë 5 ose 6, edhe asnjëra s'ka dalë në treg, për arsye sepse akoma ne, sidomos babi, është ai i cili është shumë kërkues. Edhe dëshirojmë me që duhet ta bëjmë një po një, atëherë duhet të qellojmë një këngë e cila akoma s'na ka ardhur. Domethënë të punu hala me gjeç ato që për bashkëpunim me repera, me një këngëtar të madh muzikës, me femra jo. Po edhe mund të jetë edhe femër, sidomos ky i verës mund të jetë femër. Domethënë janë dy ide, është një këngë solo, të cilat unë kam shumë këngë të përgatitura në studio që punoj ditë për ditë. Është puna ime, është jeta ime. Nuk bëj gjë tjetër përveç muzikës. Edhe normalisht jam edhe profesor në 2 fakultete private dhe shtetërore. Por puna ime e përditshme është studio, muzika, edhe gjithçka jeta ime lidhet me muzikën. Kështu që projekte ka shumë të pa përfunduara, të realizuar për pa përfunduara, edhe 2 ide, një për solo, një për këngëtare. Çka është të bërë Korabi për pas se muzikën ato që dhe me klipe, përmena më herë që ki po dhe kvartete edhe... Po. Çka është angazhimi tjetër? Angazhimet përveç studios, kam edhe fakultetin, 2 fakultete, fakultetin shtetëror dhe fakultetin privat, fakultetin e muzikës, Akademinë e Arteve, ku sot po ta provim me studentët në akademi. Dhe përveç kësaj, në studio jam duke punuar për një film të madh, cili pretendon të prek edhe sukseset e filmit Shok. Kështu që jam duke punuar një muzikë për atë film. Kam kohë që po punoj, duhet akoma kohë për të punuar. Përveç këtyre jam duke punuar edhe në një album timin, të cilin besoj që shpejt do ta shihni, një diçka shumë interesante që do të jenë pjesë këngë të vjetra të marrëna, por në një kombinim shumë interesant që do del diçka e re. Korab të që përmendë një album që e të punu, edhe prapë ka elemente të folkut edhe kështu. Sa këngë kam i pa nështë komplet, ose a ki menu nështë a kanonit ato detajet e fundit të këtij albumit?
detajet e fundit, sa i përket strukturës të këngëve, strukturimit të këngëve, po. Ato janë, domethënë, se mund t'i quajmë detaje. Kurse sa i përket teksteve, domethënë, jam në punë e sipër, sa i përket orkestrimeve jam punë e sipër, meloditë në përgjithësi janë gjetë dhe kombinimet janë gjetë, sepse janë thjesht kombinime, shumë interesante. Nuk do ta zbuloj më shumë sepse është ide e cila është një diçka se unë e punoj që shumë kohë, po që duhet ta ndëgjoj njerëz, domethënë mos të folet për të shumë. Në njëjtën kohë albumi mund të ketë diku edhe 30 këngë. Mund të ketë edhe 20 këngë. Aty unë kam në studion time kam mbi 72-3 këngë të cilat vetë se i kam të realizuara, po që janë në studio, që të cilat nuk i kam zier, po pres me kohën se unë kam këngë aty që nga viti 2005 cilat i kam bërë. Kam këngë vitin 2010, kam këngë para një muaji. E titullin a ki vendosur emrin e albumet? A ki menu në është asë, po besoj prapë ka pasi gjam ose diçka e tillë? Mund t'jetë mirë, po më besoj që duhet t'jetë ndoshta sepse albumi ka këngë edhe pozitive brenda. Nuk ka vetëm absolutisht edhe kjo këngë nuk është që është negative, mirë, po më shpresdhënëse do të thosha. Kështu që duhet gjendet një titull i cili përfshin gjithçka. Kora, faleminderit që ke qenë sot në Elite Show. Në intervista e përmbyllur me klipin, po besoj publiku janë kurioz, sepse e kam pa deri tash, po me rifreskuar një kujtesë me klipin Gjam. Kora, plaçi dhe Bim Bim. Faleminderit edhe një herë që ishe në Elite Show. Faleminderit juve, faleminderit Elite Show, jeni një derë e madhe për gjithë artistët, kështu që falenderoj shumë. Faleminderit, e ndjekim vazhdim klipin e ri të Korabit me Bim Bimën, Gjam. Skivi, mirë se erdhe. Mirë që gjeta, përshëndetje juve, faleminderit për ftesën, kënaqësi, me ardhë, me bisedu, me bo muhabet me ty. Kena shumë që ka me folë, se ki shumë projekte gati. Menoj që kena që ka me bo laf. Kena që ka me bo laf edhe po bëna laf pas pari për këngët që ka me dajt ma 2 dite. Bëna laf. Se ase për hajnë e kena. Po, super projekti jam i jetës, jem të përnu që son të, e ku më dhonë krejt që ka kam të, edhe shpresoj që kam ju për që krejt. Është gati, mati, të bazu në postimin që e ki bo në Instagram. Po, është që një ku gati, po së është problem. Se e kishtë ty në ashta? Po, u desht, pa tjetër, se u desht mu respektu pak edhe mu i shajtër Amazonit, pa tjetër, se në këtë ku, dhe më thonë, qëllimi kësaj periudët kohës, që e di unë është mi u largu seneve sa ma të këqijat natës që në ditë sotit të rjekin shumë. Kështu që u dasht thjesht me shty pak edhe besoj që edhe ma mirë në ka dalë netët e Bajramit, nesër mas nesër me dalë me festu edhe me... Në ngu kongën? Hajnë e kina. Kush janë bashkëpunëtorë në ta projekt? Pa tjetër, dona me cekë të janis prej produktit të parë, prej kongës, do me thonë, dona me falenderu shumë Big Deal Records, një ekip shumë e madhe, edhe kënaqësi që jam të punu me ta dhe o të më shku një vëllëm shumë i mirë i punës. Të kalojmë të Vedo është prap në bashkëpunim me Epic Production, njëta kompani që ma ka incizu klipin Shoqënia, edhe e kena bo një punë kolektive, krejtës bashku kena participu në spot edhe kena marrë edhe jashtë ekipës njerëz, do më thonë ka qenë minimum 20 veta, 40 veta e nga konë ekip në shesh gjirimit. Sa di është një edhe një investim këgjaj madhë për videoklip? është edhe një investim shumë i madhë për mu personalisht po shumë. Po, s'ka lidhe. Kër vjen punat e muzika dhe të vetvetja, unë edhe o krejt. Se që është konga e jetës? Konga në është? Po. Pse? Po. So shumë e mirë. Shumë mirë edhe menoj që e kom dhonë maksimumin e krejt informatave dhe krejt këtë përvoj që ka e kom gjatë jetës në hip-hop. Shumë thjesht e kom kolaboru krejt që të kohë me një venë dhe më ka dalë një produkt shumë i mirë. Këtë produkt është pjesë edhe Rema. Po. Që shërë nësa bashkëpunimi me Remën? Ka ardhë shumë naturalisht.
diçka jo e imponume, ose forcume, ose shitun, ose diçka jo heq. Edhe ka qenë, do me thonë, njëna prej bashkëpunimeve që me studion, me Kicon, Big Deal Records, kemi qenë të lyp non-stop, se pedeni që edhe pikongës shoqënia është i njëjti Frymën, si më qashto, ose frym, ose kombinim, përveç që është tash femën. Edhe të dyti përkasin njëjtin zhonër, kështu që zhonërin tonë popullor, në non-stop të janë isë pikongës na, e cila ka thuj shumë tabu, e jam kritiku shumë, e mas një ungu shumë, e i kam bo mas me një 10 qasik ta tjertë. Edhe vazhdojnë mungu? Halo, normal se është shumë kongë mirë, shumë pëlqen. Halo, edhe mu personalisht. Edhe arritëm deri të bashkëpunimi me Remën. Rema është një gocë e re që mendoj që ka me arrit shumë. Shumë në që ka me arrit veç të pret edhe ajo këtë kongë me dalë se e ka bo një debutim shumë të mirë. Unë ngova kongë dhe pritet edhe, po besoj që ka pas sukses matë, pas parasysh çka është punu në kongë edhe krejtë. Po çfarë kanë ata komentet atyne që e kanë ngu kongën? Është rretit afërt. Diçka e papritshme, po diçka që e kanë prit për meje. Do më thonë, se cilin njeri që e kam ofër edhe ma thot mendimin e drejt, personalisht jëmë një mirë, kur ata jënë një mirë për mu. Edhe që ajo mu më bënë, që ajo mu më shtynë, shoqëniha, rrethi, kur ki diçka të vërtet rreth vetës, s'ka që të nalë kërkosh. Shoqënia edhe Heinekena. A do më thonë kjo që s'kive pak për ndryshon edhe mënyrën e kongëve të veta? Do shta mund është me thonë ashtu, po nuk është që do shta unë personalisht jam të shkun qatë drejtim, se menoj që koha është njëna prej faktorëve të cilat drejton edhe ty paka shumë në cilën rrugë me shku, kështë që menoj pak koha, pak vetvetja, pak edhe vendi se ku jetoj. Se nuk mujna me bo na hip-hop të Amerikës këtë, na duhet me bo hip-hop autokton, edhe unë s'kam kur qëllime jashtë kufive, shqiptarë gjithmonë më koncentru në kufi tonë edhe këtu me qenë numër një qashë. Shumë repera në ta mburën që po bëjmë muzikë old school. Ti të në të edhe i përket edhe old school të rapit tonë, po muzika jote është të përthujmë ma shumë new school. është shumë e vërteti për kas kohës para Facebookit, para YouTubeit, para internetit edhe internetit e Facebookit e YouTubeit. Nuk është që unë nuk bëj old school rap, se janë disa këngë që kanë me ardhë në bashkëpunim, që i ka me tjetër këngë, edhe kanë me qenë qatë rrymën e old school rap, pak kombinume me new school. Po unë personalisht që jam fokusu në diçka në rrymën ma të rejtë botës trap, të mënu me përzi me popullorit tonë, është diçka që s'është provu këtë në herë ma heret, këtë edhe është dalë dhe është pëlqy dhe u pranu që një pi kombinive ma të mira që ka mune me ndodhë në trek, shumë thjesht, se ritmi i muzikës trap shkën me muzikën tonë, që është shumë e thjesht, ritmi, takti. Te ka marrë dhe shumë tjera, konë? Qka? Mas Heinekena? Mas Heinekenave tash varet për i periudës, jena të punu non-stop. Ka marrë High Cutter. High Cutter është një kongë shumë e madhe, një tradite jona Baba Stars, prej fillimit kur ja kemi fillu me Getën me bo high, jo high-ni, po high, ajo është baza, e të ja fillu deri qëtash. Do me thonë ke iniciativa e Getit me na mledhë shumë shpejt qëtash, mrena 2 mujve diçka ja kena përfundu këtë projektin. Pritet me inqizu, edhe s'ka me të shumë punë edhe shumë ko për me dalë publik. A është vetëm Baba Stars? A janë këtë artistat e Baba Stars në High Cutter? Jena krejt nga Baba Stars edhe artistat e Baba Stars, krejt komplet. Pse në është High Cutter? Pse është të vazhdu këtë serial muzikor, nëse më në me thëjë? Se është diçka që kur e fillon një tradit, sado që ndoshta mundosh në herë mu largu prej saj, kur të vjen data e qasaj ditës, traditës,
prapë se prapë kime pasin vetë vete dhe kime pas dëshirën me kontribu diçka në qatë ditë. Kështu që menoj që është una obu tradit, edhe është një temë e cila nuk vdes kur se ka që ka folë për atë temë njëre, edhe menoj që jena të bo diçka që s'ka bo kur kërkosh, shumë thjesht, edhe menoj që non-stop këna me bo që si sene, si gjithmonë, nuk jena njëjtë me kërkanda. A keni parashiku episodin e fundit, haj? Jo. Ka me vazhdu? Jo, thjesht e dina që nuk ka të nalën, se është diskutu, është debatu që më nalë, mos me bo ma, mos me asi, po jo. Unë e Geti gjithmonë jena kunder, ajo nuk nalët. Nëse Geti vjen nëjherë të unë thot, penalim, e nalim, unë e Geti. Haj 1, haj 2, haj 3, apo haj 4? Cëra është për këty në është e preferumja për këtyne? Njëna pa u kanë? Në është me dozat vogla, apo? Nëse e lidhe me periuda jete, ndoshta haj 2, se është me një periudhë tjetës tem që sa fillova një karrierë solo dhe ken një farë lloj debutimi i veçantë në haj 2 dhe për mua është ametet ajo my favorite e jeme. Dhe që Geti kur vjen me thonë ndërprejna. Po Geti ka arë me thonë diçka tjetër, me bo një këngë bashkë. Po. Ju dy. Po. Flasim pak për këtë projekt. Po, flasim. Se ka shumë që me folë. Okej, që shërën ata ky bashkëpunim? Nuk është e quditshme se një benda labelet, edhe keni bashkëpunu fakt edhe në hajat e kështu po. Ky bashkëpunim është shumë i veçantë për mua. Është një bashkëpunim që ka me beton jetën edhe ka me pas venin e vet, ku duhet me pas. Është një bashkëpunim që më kanë folë shumë për rreth si publiku, si shokët, si krejt, që me ndodhë kjo sa ma shpejt. Kjo ka qenë të djenë diskutimin ndoshta që 6 vjetë, unë e me Getin. Por gjithmonë kër jemi ullë, unë e me Getin, tavolin, e kemi ditë që koha i vjen, po kur nuk e kemi ditë as vetë. Të më thonë, nuk jena ngut, se jena njerës që e punojna që të punë me që të punë jetojna dhe mirë me karierë, jo veç me momentin. Edhe besoj që prej parashikimi që po të thëmë shumë ma herët, ndoshta nuk e kena pa këtë fundin këto, kur kena me bo, po e kena pa që s'bën atëherë, po do të me gjithë momentin. Momenti erdhë që tash. Momenti erdhë, po është projekti duhur tash. Urna? Është edhe projekti duhur. Është tepër i duhur. Është një temë shumë e qëllume. Çfarë teme? Nuk muj me të regu, nuk guxoj, nuk është projekti imi, është unë jam musafir të Geti, do është me pyet vetë ato personalisht, edhe e kena kry para do ditëve, pritet me xhiru edhe klipin mas do ditëve. Kur pritet me dalë? Nuk e di sa, nuk muj me të premtu, nuk është të me thonë pjesën tem që me të kallëzohen e ty personalisht, se pedem, kur ke puna për kongën me Remen, me këto, i ki informatat ma cakta se është diçka personale jem, ja unë të ju marrë me të 24/7. Kështu që ajo është projekti Getit, unë jam shumë i lumtur që është u bo ma në fond edhe e ka gjithë momentin e duhur. Definitivisht është momentin ma i mire. Po këthena një të haj 4, se është diskutu shumë media për një prishet babastar, se ta shanë krejt. I keni demantu që një prish, po a ka pas në herë në isën të vërtet këtë të lajme? Ndë gjatë është e vërteta, kur dënë me gjetë, me një gënjeshtër, nështë ta mund është me gjetë pa tjetër, po kur ti hen pak ma thellë, e merë vesh që nuk ka të bëj me gënjeshtër as me të vërtet, po është diçka tjetër. Në më thonë, së babastar nuk u kone ndamë, dy pjesë. Jo, kur s'ka mundu, as mujnë mu prish, as se i kena kaluna këto faza shumë moti. Shumë moti. Të më thonë, ka qenë shumë moti ajo po kur na kena mujtë mu i dhnu pak me njëri tjetër. Po e kena po që s'funksionan ashtu. E kjo është vjetë, shumë moti. Nuk ka të bëjmë si vjetë. Babastar, se edhe mu prish, ti e babastar, ti e ndër të melu se babastar. Po normal, nuk ka shansë me ndodha ajo, kështë që letë e harrojnë që prishët babastar, se kanë qef me po të kurishën shumë. Ka pas të lifar intriga, të lifar lajme që u prishën babastarës, që ka me pone për fotot tona, përveç të hangër dark me njëri tjetër në të u kënaqë. Nëse dikush që lën afer neve në tavolin, edhe na ndëgjën babastarës duke u kritiku me njëri tjetërin, e mendojnë që në prish, ajo është tmet e tyne që nuk e kuptojnë thelbin e shoqënisë, qysh mundet me funksionu kritika në me veti për me arrit një sukses. Kështë që ato pëllavra e në kollë që e në kollë, se u kuptu mas nena që edhe
u kopju modeli në për modele tjera e s'dolin kërkajq. Me Remën, haj 4 këtë artistat me Gjetin. Soljo? Po, ma në fund, mas këtyne kismet. S'pa të përëmtoj kur gjë, ti kry qëto, se jom ka gja punë. A i dhe me dalë verës, se jo për di që ka ka punë, janë shumë projekte, nështë për më publiku të 3 mujtë. Shpresoj. E më thënë edhe Soljo ndo që... Shpresoj, po. Pa tjetër. Lafi, Jena njësë qatë rrugë. unë e di që Lafi ka një të këngët tua preferume. Lafi është diçka që nuk merr pjesë në këtë botën komerciale. Shumë thjesht. Pse nuk i bën e klip? Lafit. Shumë thjesht, nuk është në botën komerciale më arë me bisedu për Lafin këto se është një temë pak e ronë, ndoshta dikush mundet mu prek pa dashje heq, se është temë e përgjithshme. Thjesht të konë një reagim jemi si hip-hop artist për një konë. O, prek në e kosh, ma se veqe përmena. A ka pas në e kosh që të ka thonë s'kevjën prek për që staj, ose kini për tjeve që është prek dikor? Jo, se me pas asi që më vinë thujnë, jam shumë i knoqëm. Kena probleme ata që s'na e thujnë ftyrë. Lafi është pjesë e albumit. Po. Që ka ndodhe me album? Me albumin është një rekonstruim, shumë thjesht të ndodhë. Edhe një paraqitje albumit ka dalë, avash. Në më thonë ka me ndryshu, në është edhe për mbajtë që është planifiku ma herët. Thjesht janë shtu edhe do kongë ma shumë, punë ma shumë ka dalë. Thjesht albumi zine që është të dalë ka dalë, se edhe mënyrë biznisit, kër e kena